Gjithmonë jam shumë i kënaqur kur jam në ceremoni të tilla për investime në futboll, aq më shumë për investime për projektet e fëmijëve, për zhvillimin e futbollit të fëmijëve. Por realisht në Peqin jam akoma më i kënaqur. Lexohet në të gjitha fytyrat atyre që kam takuar dëshira dhe dashuria që ka Peqini për futbollin. Madje kur si në të gjitha projektet, padyshim me shumë dëshirë do të mbështesim edhe nga fondet e Federatës Futbollit këtë projekt. Në fakt ka kohë që kemi fillu të bisedojmë dhe mund vjen mirë që tashmë po bëhet realitet. Kemi fillu këtë diskutim me Lorencin, ish drejtorin e klubit, për t'i bërë këto fusha këtu. Ka patur disa probleme që uroj t'jenë zgjidhur. Tregëzime në një ditë nuk mund të lej pa e përmend sepse është shumë e rëndësishme historia, është shumë e rëndësishme se nga kemi ardhur deri këtu dhe pse vërtet ky qytet ka futboll. Domethënë sepse është luajtur që në vitet e para të futbollit në Shqipëri, pra 100 vjet klub është vërtet shumë, është një nga klubet më tradicionale. Unë jam shumë i kënaqur që këta futbollistë që kanë derdhur djerës ndër vite, unë nuk dua t'i përmend sepse janë shumë. Sot besoj se do jenë të gëzuar apo nesër kur ky kompleks të marrë jetë dhe të shohin fëmijët, pasardhësit e tyre në këto kushte që paraqiten projekt në kushte ideale për të ushtruar sportin e tyre të zemrës. Unë uroj shumë suksese gjithë juve, fëmijëve kryesisht. Futbolli është një nga sportet më edukative. Nëpërmjet futbollit këta fëmijë do të jenë më të disiplinuar, do të kenë frymën e skuadrës, do të kenë shumë virtyte që do t'i duhen nesër në jetë. Dua t'ju falenderoj shumë për iniciativën, t'ju shpreh edhe një herë gatishmërinë dhe mbështetjen maksimale të Federatës Futbollit për ta bërë bashkë këtë projekt dhe projekte tjera. Ju uroj shumë sukses.